Libri komentimi ëndrave i Muhammed ibn Sirinit. A është i vërtet? I gjithë libri sa i përket Muhammed ibn Sirinit, Allahu Azza wa Jalla më shëroft, shumica e dietarëve ka thonë se nuk është libër i tij, po është një pjesë e librit që e ka shkruar Muhammed ibn Sirini. Megjithatë, ajo që i vlen të thuhet këtu, se komentimi e ëndrave, edhe pse lejohet dhe nuk ndalohet, dhe ëndrat janë pjesë të pejgamberit, dietar kanë ndryshuar mendimin. Komenti i ëndrave, a është inspirim apo komentimi i ëndrave arrihet nëpërmes eksperiencës dhe mësimit. Disa dietarë takojnë mendimit se komentimi i ëndrave është inspirim dhunti prej anës Allahut, që Allahu Azza wa Jalla ja dhuron atij që don, siç e ka dhuru dhe siç e ka veçu Jusufin alayhi salatu wasalam. E disa të tjerë kanë thonë se në komentimin e ëndrave, pra komentimi i ëndrave bëhet nëpërmes përvojës dhe mësimit. Mirë, po nuk do të thotë se atë që e ka pa, atë ëndër që e ka pa njeri, dhe ashtu siç e ka komentu Muhammed ibn Sirini apo dikush tjetër, është komenti i njëjtë edhe për qertë njerëz që e shohin të njëjtën ëndër. Pra ëndra apo komentimi i ëndrave ndryshon prej personit në person. Dhe njëjtën ëndër mund të komentohet në forma të ndryshme, për shkak rrethonave dhe gjendjes dhe për shkak personave. Kështu që mos të harxojmë kohë më shumë, po nuk e preferojmë që të lexohen këta libra që janë komentime të ëndrave. Po çfarë preferohet? Preferohet atë që na i preferoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Çfarë na preferoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në çështjen e ëndrave? Nga se muslimanët kur shifshin fillimisht ëndra, u brengoshin dhe u mërzitshin. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e tha fjalën e tij dhe fjala e tij, ajo duhet të mbizotërojë dhe të veproj me ta. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ku shef ëndër të mirë, mos ja dëfton dhe ëndrën e mirë përveç se atij që e don dhe që din. Nga se ai që din dhe ai që don ta komenton mirë. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ëndra nuk ndodh përderisa nuk komentohet. Nëse komentohet, mund të ndodhe ashtu siç komentohet. E kush ka mundësi ta komenton ëndrën e mirë në formën më të mirë, vetëm ai që din dhe ai që don. Ndërsa ëndra e keqe është thot prej shejtanit. E çfarë duhet të veprojmë kur të shohim ëndra të këqija? Mos t'ja tregojmë, mos t'ja dëftojmë askujt. E dyta, të thojmë eudhu billahi minash shaitanir rajim, të kërkojmë strehim prej anës Allahut Azza wa Jall nga shejtani i mallkuar, të pështim në krahun e majt 3 herë, dhe të lexojmë suratul Ikhlas, Falaq dhe Kul A'udhu Birabbin Nas, dhe mundësisht të kthehemi në krahun tjetër. Pra nëse kemi qenë në anën krahun e majt duke fjet dhe kemi pa ëndra të këqija, kthehemi në krahun e gjathë. Nëse kemi qenë krahun e gjathë, kthehemi në krahun e majt. Kështu na ka preferuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ka thonë se ëndra e keqe janë prej shejtanit dhe nuk e shef njeriu ëndrën e keqe vetëm për shkak se shejtani don ta mërzitë besimtarin. Pra kjo është ilaçi, kjo është forma më e preferuar që na të veprojmë kur të shohim ëndra.